Ju keni në pronësi një tjetër televizion, kështu që nuk është era e parë eksperjenca juaj në drejtimin e një televizioni. Newsin, krahasim me televizionin që ju keni, më i madh informativ, le ta quajmë në Shqipëri. Si është në raport me intensitetin e lajmeve, informacionit, njerëzve që ju kapin për t'ju tërhequr në vëmendje pastaj? News 24 është shumë historike si televizion dhe aq më tepër që do thoja është pjesa më e dashur e shqiptarëve. Aty janë mësuar të shikojnë lajmin e fundit, aty janë mësuar të shikojnë më të mirën e mundshme të rrethit tyre, të shkollës tyre, të vendit tyre të punës. Por aty janë mësuar të shikojnë edhe fatkeqësinë që ndodh, ndihma që jepet, bashkëpunimi, edhe gjithçka që bëhet e gjitha përqendrohet tek newsi, tek një godinë ku brenda jeni ju. Njerëzit për mua janë njerëzit më të dashur në fushën e medias, pasi aty gjallon i gjithë nervi i ditës, gjallon gjithë puna që gjithkush kërkon të bëj më të mirën e tij. Dhe kjo ndodh tek News 24. Ke një ekip që unë para 2 vjetësh bashkë me ortakun tim e gjetëm të marrë nga të tjerë njerëz dhe u munduam që t'japim një frymë shqiptare. Një frymë shqiptare që natyrshëm nuk është e lehtë. Jemi duke përballur edhe u përballëm me shumë dukuri, me shumë problematika, por mbi të gjitha pam atë që nervi është i njëjtë. Intensiteti është i jashtëzakonshëm edhe ajo që është më e rëndësishme është një zemër shumë e madhe e të gjithë gazetarëve që punojnë me një devocion të jashtëzakonshëm për të dhënë lajmin e fundit, lajmin më të vërtetë, për të qenë me të vërtetë ashtu siç ne jemi, është televizioni i parë më i madh informativ në Shqipëri. Pushtet apo sfidë, si e konsideruat në fillim vlerën e televizionit? Unë do të flas për veten time. Për mua sfidë. Natyrshëm media është pushtet, sot në Shqipëri dhe në mbar botën. Por unë nuk do të thoja që sot ta përdorësh gjithçka në funksion të një pushteti duke mos pasur pushtet. Pushteti nuk e vendos ti. Pushteti vendoset nga ajo që realisht realizohet. Ndaj unë do thoj që sfida është gjë më kryesore. Të sfidosh një diçka që nuk ishte siç ishte. Të sfidosh diçka që duhet bërë siç duhet bërë. Dhe mbas 2 vjetësh ne po themi që sot edhe çuditërisht mbrëm po mendoja, newsi sot ka tjetër tipar. Nuk është më newsi i dieshëm, është më tjetër shkëlqimi, shkëlqim lajmi, jo shkëlqim televiziv. Lajmi është më i plot, më i dukshëm, më i parë. Lajmi është lajm. Natyrshëm që nuk është e thjeshtë të bësh lajm. Të bësh lajm do thotë të jesh i vërtetë, të bësh lajm do thotë që të mos cënosh atë çka nuk e meriton, po të thuash atë çka buron ke e vërteta. Kjo është sfida që unë bashkë me Irfan e kemi kërkuar. Uroj që ja kemi arritur. Ja kemi arritur sepse kemi besuar tek njerëzit që punojnë, kemi besuar tek Rezi. Që praktikisht ti përfaqëson të gjithë pjesën e atyre gazetarëve që ndodhen në studio. Kemi besuar tek drejtuesit e televizionit që me kaq përkushtim në çfarëdo lloj ore të mëngjesit apo të mbrëmjes i gjen aty me shqetësinë më të madh. Pse një dritë nuk funksionoi? Pse zëri nuk është mirë? Atëherë ne ndjehemi po kaq komun me punën tuaj për të thënë që kjo është sfidë për ne, për të bërë më të mirën, për të dhënë njerëzve më të mirën në këtë lloj Shqipërie që është sado e vogël që është, na duket e madhe. Një super investim është pjesë të sfidës që ju keni për ta bërë këtë televizion edhe teknikisht më të mirë në Shqipëri? Kjo është përgjigje reale për sfidën. Nëse do të thonim që është sfida apo pushtet. Mbasi arrihet kjo, pastaj fillon pushteti. Duhet jemi të sinqertë, nuk mund të themi që televizioni nuk është pushtet. Unë e bëra për një dëshirë të brendshme, sepse u zgjova një mëngjes të bukur. Jo. Natyrshëm pushteti është, por unë përgjithsisht nuk e kam zakon që të marr newsin apo të marr organet e tjera të shtypit që kam në pronësi, të vishem me to e të dal në rrugë. Unë ato i mbaj aty ku janë. Edhe unë dal si qytetar i thjesht në këtë Tiranë të bukur, duke qenë i qetë fare se çdo kush bën punën e vet.
edhe unë pushtetin e mbaj atje ku ndodhet, dhe jo ta mbaj në veshjen time të përditshme tonë. Një urim me që Newsi ka 11 vjetorën praktikisht. Do të isha i lumtur të ishim në jetën e përteme, që të përronim edhe me disa shifra të tjera mrapa. As unë as ti nuk do të jemi këtu, por ndoshta do takojmë atëherë për të thënë që urime për 110 vjetorin Newsit.